Me një pasion të palodhur, ajo ka kthyer peizazhet e Devollit në tablo plot dritë, ndjenjë dhe gjallëri. Prej më shumë se 2 dekadash, Diana Xhaçi pikturon pothuajse çdo ditë, duke mos lejuar që asnjë kusht atmosferik ta ndalë frymëzimin e saj. Fushat, kodrat, rrugicat dhe shtëpitë karakteristike të zonës marrin jetë në kanavaqet e saj përmes teknikës ekspresioniste, ku ngjyrat e forta dhe lëvizjet energjike të spatulës shprehin emocionin e thellë që ajo ka për vendlindjen. Për Dianën, piktura nuk është thjesht profesion, por një mënyrë jetese. Ajo shpesh shihet duke punuar në natyrë, ndërsa banorët e zonës e përshëndesin me respekt dhe admirim sa herë e takojnë. Arti i saj është bërë tashmë pjesë e identitetit kulturor të komunitetit. Pranvera, vera, vjeshta, dimri, tëra, këto unë i pëlqej. Me bukur është vjeshta. Dhe dimri mua më gacmon shumë, sepse jetoj në një vend të ftohtë. Po unë jam kënaqur me këtë peizazhin, kam kapur kodrën, është kjo toka e bukur e punuar me lartëmi ngjyrash, pak jeshile. Edhe kam munduar të ato nuancat që ndjej unë. Si reagojnë njerëzit kur ju shikojnë në terren duke pikturuar? Mua më vinë, më flasin, më respektojnë, më bëjnë foto. Janë peizazhet më shumë, piktura duan më shumë peizazhe. Edhe tek natyre qeti jam, po më shumë kërkojnë peizazhet. Pas 25 vite shkrimtari të pandërprer, Diana Xhaçi vazhdon të dëshmojë se dashuria për vendin dhe pasioni për artin janë burimi më i madh i frymëzimit.